Kanë qenë seriali Gute Zeit në Schlechte Zeiten, është një serial që unë vetë jetoj në Gjermani, unë atë e njoh që në 2005-ën, 2005-ën, ka 20 vjetë serial. Unë prej Gute Zeit në Schlechte Zeiten e kam mësuar gjuhën gjermane. Okej, edhe ti e bërë aktori ati seriali. Më ndeu bona një pjesë si kompars, për mu ish ëndër. Ishim në kohën e fakultetit dhe aplikova dhe më thanë jo. Çka bëna nuk shqiptari. Do të thënë aplikimi i parë ka qenë te Gute Zeit në Schlechte Zeiten. Aplikimi i parë. Dhe aty të kanë thënë jo. Më kanë thënë jo. Okej. Thash jam shqiptar, gjak në zet. Si ja vetën, hypa trenit direkt atje te Gute Zeit në Schlechte Zeiten. Tash më ditë ato shikun më fal, a je normal? Edhe mas 3 javë më thirrën. Duam të bashkëpunoj me ty. Edhe unë ishim i vetmi student në kohën e fakultetit që mora pjesë në serial. Edhe ato gjermant, ju vike pakinati, pse ti po na jo. Ti ke bërë një punë të shkëlqyer aty, unë kam parë atë episod, ka qenë fenomenal. Interesant. Mendoj që ke bërë shumë shqiptar ndjen krenar, sepse ne ju kemi. Normal.